Ju duen vetëm 2 përbërës dhe zhdukni varicet për gjithmonë. Ja receta. Shfaqja e variqeve është e zakonshme në ditët e sotme, kryesisht tek gratë. Përveç se mund të jenë të dhimbshme, variqet mund t'ju sjellin komplikime të rënda në shëndet. Janë një recetë totalisht natyrale që mund t'ju vinë në ndihmë në këtë rast. Përbërësit janë 1 gotë qumësht dele, 1 sapun për fëmijë. Treteni sapunin në qumësht, ruajini ilaçin në një enë të përshtatshme dhe mbajini në frigorifer. Pasi ta aplikoni përzierjen në vendin e prekur nga variqet, masazhojeni mirë vendin duke përdorur fasha dhe kështu ju do të habiteni nga rezultatet. Mirë po, nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku.